Regjistrimi dhe shpërndarja e videove mbështetëse për kandidat apo subjekte zgjedhore. Regjistrimi i videove, spoteve apo pamjeve në vendin e punës për qëllime zgjedhore duke i përdorur ato për mbështetjen e një kandidati apo subjekti zgjedhor të caktuar nga ana e një punonjësi publik përbën përdorim të burimeve publike, ndalohet me ligj dhe duhet raportuar. Prandaj, nëse gjatë punës së monitorimit identifikoni raste të tilla, pavarësisht nëse bëhet fjalë për një qendër shëndetësore, për një bibliotekë publike apo për një zyrë pritjeje për qytetarët, është e rëndësishme t'i raportoni ato jo vetëm për të garantuar integritetin e zgjedhjeve, por edhe për një administratë të paanshme që i trajton të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. Sipas pikës 1 të nenit 172 të kodit zgjedhor, shkelja e kryer nga subjektet zgjedhore dënohet me gjobë nga 100.000 deri në 500.000 lekë. Për funksionarët e tjerë, gjen zbatim pika 2 e nenit 171 të kodit zgjedhor dhe për rrjedhoj. Këta të fundit dënohen me gjobë nga 1.000 deri në 2.500 lekë. Raportimi i shkeljeve zgjedhore pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të konstatuara gjatë punës suaj është kontributi drejt për drejt në zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta.